Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku trileqe. Fillojmë me përgatitjen e pandespanjës. Kam thyer 6 vezë, I kam darë të bardhat nga të kuqe. Do të shtojmë 6 lugë sheqer. I përzihem me mikser të bardhat e vezëve. Tani do të përzihem me mikser vezët e kuqe me sheqerin. Dhe tani vezët e kuqe do t'i përzihem bashkë me vezët e bardha. Shtojmë 1 lugë vanilja dhe 7 lugë miell. Një lugë baking powder, 1 lugë kafe baking powder. Marrim një tepsi dhe I shtrojmë letër pjekje. E hedhim pandespanjën në tepsi. Tepsinë e kemi gati për në furrë, do ta pjekim në 180 gradë për 40 minuta. Vazhdojmë me përgatitjen e qumshtit. 1 litër qumsht normal, 1 double cream ose qumsht pana, edhe 1 qumsht të kondensuar. E përzihem qumshtin që të ngrohet. Qumshti është ngrohur dhe janë bashkuar të 3 qumshtat së bashku dhe I lëm në një anë. Në një enë kam hedhur 200 gram sheqer, edhe do ta përzim sheqerin derisa të shkret që të përzim karamelin. Dhe tani marrim pak ujë dhe 1 lugë niseshte dhe hedhim në karamel. Kremi karamel është gati, e lëm në një anë. Pandespanja është pjekur, e kemi hequr nga furra. E shikojmë a është pjekur. I heqim letrën. Edhe hedhim pak nga qumshti në tepsi. Edhe shpojmë pak pandespanjën me piru. Dhe I shtojmë qumshtin. Qumshtin do t'ja hedhim pak nga pak, e lëm pak që të pi, do t'i hedhim përsëri. I shtojmë edhe pjesën e qumshtit që ka ngelur. E lëm tepsinë në një anë që të pije qumshtin. Kam marrë një enë dhe të përgatis kremin për trileqet. 1 qumsht pana, 2 lugë pluhur sheqerit, 1 lugë vanilja dhe pak lëkurë limonit. Mbulojmë tepsinë edhe do ta vëmë frigorifer për 2 orë. Tani kanë kaluar 2 orë dhe kemi hequr trileqen nga frigoriferi, do t'i hedhim karamelin. Mbasi kemi hedhur karamelin e trileqes, do ta zbukurojmë pak me pana nga sipër.
E tani trileçen e kemi gati, do ta lëm në frigorifer për 2 orë tjera që të pushojë. Trileçja është gati, ka pushuar në frigorifer. Kjo ishte reseta për sot, shihemi në videon tjetër.